13 persona janë vënë në prangat e policisë italiane dhe asajte me vlerën e 100 milion eurove janë sekuestruar në kuadër të një hetimi të drejtuar nga Bashkimi Evropian ndaj një grupi ndërkombëtar kriminal të akuzuar për mashtrim me taksat në tregtinë e produkteve plastike. Në operacion u përfshin edhe autoritetet të zbatimit të ligjit të Belgjikës, Hungarisë, Letonisë dhe Slovakisë. Në një deklaratë për shtyp të zyrës së prokurorit të pavarur evropian në Itali, gjatë hetimit u zbulua një rrjet kriminal i ndërlikuar me lidhje ndërkombëtare me seli në krahinën italiane të kampanjas, ku ka origjinën edhe organizata mafioze Camorra. Provat treguan se nga viti 2018 deri në 2023 të dyshuarit kanë lëshuar dhe përdorur fatura të transaksioneve jo ekzistente, me një vlerë totale prej 500 milion eurosh që rezultojnë në evazion fiskal me shifrën e 100 milion eurove, shkruhet në deklaratë. Në skemu përfshin një rrjet kompanish guask që vepronin si ndërmjetës në shitjen e produkteve të industrisë së plastikës, cilët nuk ishin deklaruar të ardhurat me synim shmangjen e taksës mbi vlerën e shtuar. Të dyshuarit ndërkohë shisnin produkte me çmime nën vlerën e tregut. Ndaj 6 prej 13 personave që u ndaluan është caktuar masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa ndaj 7 të tjerëve ajo e arrestit në shtëpi. Në hetim për çështjen janë 52 individ.